Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim ish-drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ervis Berberi, së bashku me 2 bashkëpunëtorë të tij, Valdir Begaj dhe Ervis Lami, si dhe 19 persona të tjerë. Në këtë çështje janë përfshirë dhe kompania Dam ShPK dhe Net Group ShPK, të cilët akuzohen për përfshirje në një skem korrupsioni me tendera publik. Pjesë të pandehurve është edhe drejtori aktual i ARSH-s Gentian Gjyli dhe kreu i kesh Era Aldelezi. Sipas hetimeve, Ervis Berberi rezulton të ketë qenë pronari pa deklaruar i kompanisë Dam ShPK, e cila ka përfituar miliona lekë nga tenderat publik, pikërisht në institucionet ku ai ushtonte funksione drejtuese. Pasi mori postet publike, menaxhimi i kompanisë Dam ju delegua personave të afërt përfshirë Begajn, Lami dhe Brunilda Buli, por drejtimi mbetet në dorë të Berberit. Ndërkohë kompania Net Group ShPK e zotëruar nga Valdir Begaj përfitoi gjithashtu tendera nga ARSH dhe më pas transferoi fonde drejt Dam ShPK. Spak bëri me dije se janë konstatuar shkele penale në 7 procedura prokurorimi të zhvilluara gjatë periudhës 2020-2022 në institucionit që drejtonte Berberi. Në një prej tyre ai ka qenë dhe kryetari i Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, duke favorizuar skemën e përfitimit të paligjshëm në fondet publike.